apo duhet spari, merremi me LNG, ta kapim trenin që po na kalon afër, të hipim të, apo ka edhe mundësi të tjera? Tash që të përgjigjem direkt në këtë pyetje, dhe aty ki bie që të relativizoj atë që ka qenë qëndrimi i odës ekonomike amerikane, edhe sidomos gjatë këtyre 2 muajve të fundit, por natyrisht edhe më herët. Do të thonë po e marr atë pyetjen tënde pak si pyetje retorike, do të thonë që nuk ka nevojë për një përgjigje tjetër përveç asaj që është po e fuqishme, si edhe pjesa dërmuese e shoqërisë kosovare. Nëse i marrim si shembull zgjedhjet e fundit që u mbajtën tash në qershor, domethënë debati për LNG-n nisi pak para zgjedhjeve, domethënë disa javë para zgjedhjeve. Edhe kjo ishte një mundësi e mirë që edhe votuesi kosovar, domethënë ta jep verdiktin e tij për sa i përket kësaj çështje, edhe më besoj që përqindja që ka marrë partia në pushtet që për momentin po refuzon të thotë po përfshirjes së Kosovës në këtë agjendë energjetike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, besoj është dëshmia më e mirë që bie në kundërshtim me verdiktin e votuesve kosovar, pjesa dërmuesve, të cilëve nuk e kam mbështetur këtë agjendë të qeverisë ose të partisë në pushtet ose qeverisë aktuale në detyrë. Pra nuk ka zgjidhje tjetër përveç se ti thuhet po, ne po flasim këtu për disa çështje të cilat janë triviale, besoj edhe gjatë këtij emisioni pa dashur të minimizoj rëndësinë e diskutimit të secilit prej panelistëve, po megjithatë ne gjithë po e themi që kjo është një çështje e rëndësisë strategjike. Do të thonë po e themi gjithë që është një çështje e bashkërendimit të Kosovës. Do të thonë më pëlqeu shumë mirë ajo, do të thonë shumë ai figurativizmi i cilin e përdori zoti Shllaku më herët për punën e zogut. Do të thonë kjo është çështja. Do të thonë a jemi me kë jemi, do të thonë edhe me kë dëshirojmë të jemi në periudhën e ardhshme, edhe të forcimit të kësaj infrastrukturës së sigurisë energjetike, jo vetëm për Kosovën, por të arkitekturës energjetike të Evropës, apo kemi plane tjera të cilat mund të mos jenë shumë të sigurta, apo siç e thash më herët, domethënë e bëjnë Kosovën që të jetë ashik të gjitha shteteve tjera të Ballkanit Perëndimor, gjitha shteteve tjera të kontinentit të Evropës. Po, patjetër. Po. Dhe a keni ju rekomandim? Natyrisht se e keni bërë edhe prezantimin, edhe keni publikuar raportin, cilat janë hapat që duhet ndërmarrë tash Kosova për të surtutjen këtë proces? Do të thonë Kosova duhet ta bëjë patjetër, do të thonë çështjen e gazit pjesë agjendës së saj zyrtare, shtetërore, do të thonë përmendet në këtë strategjinë e fundit energjetike, cilën Ministria e Ekonomisë dhe Qeveria e Kosovës e kanë aprovuar gjatë vitit kaluar, ose nuk gabohem, ose në vitin 2024. Po në këto 2 vitet e fundit definitivisht, por çështja e furnizimit me gaz LNG përmendet aq shkurtimisht dhe krejtë në kontekst eksplorimi si një mundësi e të ardhmës edhe jo si pjesë kyçe ose si aspekt i rëndësishëm i kësaj strategjie. Domethënë çështja fillestare duhet të jetë që Kosova të thotë po, ta bëj pjesë edhe një herë po e përsëris të agjendës saj zyrtare, e pastaj këto çështje tjera të financimit, kostës, lartësisë së kostës, besoj që janë çështje të cilat kanë zgjidhje. Ne në këtë konferencën e fundit të investitorëve amerikanë, cilin e bëm bashkë me komunën e Prishtinës në fund të muajit prill, kishim edhe një përfaqësues të korporatës financiare zhvillimore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe ai tha aty, domethënë në një organizim tjetër që kishim notën amerikane, që mes tjerash prioriteti i DFC-së mbetet edhe financimi i zhvillimit të infrastrukturës së LNG-s, që do të thotë që nuk është çështje e financimit, pra nuk po flasim nëse paraja do të jetë problem apo do të jetë mungesë, domethënë zgjidhje ka, por gjithçka duhet nis me një po të qartë, një po të fuqishme të qeverisë Kosovës, që i bashkohet jo vetëm